për të kuptuar rëndësinë e datës 11 maj për të ardhmen tuaj, unë këtë fjalë do ta nis me një histori thjesht personale. Jo para, po pas mosh 40 vjeçare, unë mora një vendim. Dhe duhet të them ju këtu se vendimi është arma më e fuqishme e njeriut. Jeta e njeriut në fund të fundit është një shumësi e vendimeve të tij. Shumë prej jush, kur mendojnë Sali Berishën, në mend ju vjen Sali Berisha politikan. Shumë prej jush mund ta kenë të vështirë të imagjinojnë Sali Berishën me bluzën e bardhë të mjekut, apo Sali Berishën me stetoskop. Por e vërteta është se më shumë se gjysma e jetës time ka kaluar si mjek, dhe kjo pra një periudhë rreth 40 sa vjeçare. Karrierën politike unë nuk e nisa në moshën e re, e nisa pas të 40-tave, por si ndodhi ky transformim? Kjo ndodhi vetëm nga një vendim. Kaq e thjesht, një vendim, miqtë e mi. Vendimi erdhi pak vite para se të nisja karrierën time politike. Dhe ky vendim ishte që t'i dilja kundër diktaturës komuniste. Një vendim jo i lehtë për kohën, sepse siç thash, kisha një karrierë, isha familjar. Ata që kanë jetuar ato vite e dinë se ky vendim mund të ishte një vendim fatal. Por ai vendim, i vendimi vetëm, ndryshoi çdo gjë. Sepse e vërteta është se ky vendim jo vetëm transformoi jetën time në moshën 46 vjeçare, por preku edhe shumë jetë të tjera. E një farë mënyre ndikoi dhe në fatin e Shqipërisë. Po të mos ishte për këtë vendim, unë ndoshta nuk do isha sot midis jush, por do isha një mjek me karrierë të arrirë. Po të mos ishte për këtë vendim, po të mos ishte vendimi i Azem Hajdarit, tribunit të lirisë, po të mos ishin vendimet e mira studentëve liberator, që në dhjetor të vitit 90 dolen si heroj të vërtet, u ngritën si sfinksi nga hiri një diktature në zenit dhe u përballën në rrugë dhe shesh të këtij kryeqyteti me fallangat të diktaturës më të egër. Përsëri nofta, pa ata historia jonë do të ishte tjetër. Pra, vendimet transformojnë fate, vendimet transformojnë kohrat, transformojnë vendet, transformojnë kombet. Në këtë kontekst, nuk ka ëndër të madhe që mund të realizohet pa vendime. Janë këto vendime që realizuan ëndrrën e Shqipërisë në NATO. Janë këto vendime që realizuan ëndrrën e Shqipërisë pluraliste. Janë këto vendime të cilat në disa mënyra patë një ndikim të pazëvendësueshëm në lirinë kombëtare, në faktin që sot shqiptarët jetojnë të lirë në Shqipëri dhe në Kosovë. Në këtë kontekst, 39 ditë na ndajnë. Të gjithë ju jeni para një vendimi epik, do të thosha, para një vendimi në të cilin ju përmbushni pa ndyshje misionin më të madh të jetës tuaj. Përcjellni në kalendat e historisë një diktaturë të dytë, tashmë jo të bazuar në ideologjinë marksiste-leniniste,
por të bazuar në drogën, krimin dhe varfrimin e shqiptarëve. Çdo i ri dhe ere, këto 39 ditë, t'i shtroj në ditë të betejës më të madhe për ëndrrën e tij, ëndrrën e saj. Sepse përballë jush qëndron një shpresvrasës, një arrogant, qëndron, po e quaj tani, një meme e gjallë, me qenë se të merruat ju me meme, edhe mbylli TikTokun, le ta quajmë së bashku një meme e gjallë që quhet Edi Rama, meme që ecën. Nuk ka patur rinia shqiptare një armik më tegër dhe më të pabesë se Edi Rama ndonjëherë. Në qoftë se ju analizoni këto 12 vite, çmimin më të shtrenjtë në këto 12 vite e paguan të rinjtë shqiptarë, e paguan fëmijët e shqiptarëve, e paguan ata me përhapjen e drogës dhe me humbjen e jetëve të dhjetra prej tyre. E paguan ata me shkatrim në shkollës, institucioni më serioz, më i rëndësishëm pas familjes për fëmijët dhe të rinjtë. Shkolla shqiptare psoi një rrokullisje të paimagjinueshme. Ajo në këto vite të 12 vite ra psoi rënjen më të madhe në botë. Mendimi krijues i të rive shqiptar në vend se të zhvillohej dhe të kalon të nivele më të larta në shkollat tona, ra në fundin e botës për shkak të degradimit të plot të sistemit arsimor. Tarifat, taksat, varfruan familjet tuaja dhe ju paguanin universitete, tarifat ndër më të lartat në mos, në proporcion më të lartat në Europë. Në një kohë kur prindrit tuaj marrin rrogat më të ulta dhe blejnë me çmimet më të shtrenjta. Kjo bëri që nga Shqipëria, nga vitin vit, të rinjtë të largohen dhe vetëm të largohen. Shqipëria të paksohet, të rrudhet, si kur noftan historinë e vetë. Edi Rama, në atë subkonsciencën e tij, e dinte se të rinjtë e urrejnë atë. Jo se të rinjtë janë të prirur nga urrejtja, absolutisht jo, përkundrazi, por të rinjtë arrogancën nuk e pranojnë. Të rinjtë nuk është në psikologjinë e tyre, në formimin e tyre, ata urrejnë çdo formë të bulizmit dhe të arrogancës. E vërteta është se ai ka frikë të madhe nga ju. Pse ka frikë nga ju? Ai e din që rinia nuk është vetëm mosh, apo vetëm fazë e jetës. Është diçka tjetër më shumë. Është një revolucion në shpërthim.
Dhe këtaj e pa veten pothuaj të shkuar pak vite më parë nga studentët. E din që 11 maj është dita e gjykimit për Edi Ramën. Është dita e verdiktit tuaj. Unë jam sot këtu për të dhënë ju fjalën, ju dhe gjithë të rive shqiptarë, se pas 11 maj, një program transformues në qëndrimin e shtetit ndaj të rive do të vendoset, do të zbatohet me shpejtësi. Asgjë nuk mund të ndërtoj një vend me madhështi më shumë se sa ndërtimi e ëndrës së të rive të këtij vendi. Ëndra juaj, ëndrat tuaja, janë ëndrat e Shqipërisë madhështore, janë ëndrat mbi të cilat ndërtohet Shqipëria madhështore, janë projekti i Shqipërisë madhështore. Grigelsi dhe Besarti rrjeshtuan këtu një seri premtimesh nga programi për rinin. Ju garantoj se ato do zbatohen pik për pik. Do bëjmë gjithçka që Shqipëria të jetë në duart tuaja. Do bëjmë gjithçka që ju t'jeni arkitektët e vërtet të Shqipërisë madhështore. Ndaj dhe ju ftoj këto 39 ditë t'i shpallim ditët e nishave. Nishat dhe nishi janë sa hyjnor, aq dhe toksor. Nishi është numri i diellit, që ka krijuar gjithësinë. Nishi është numri i fatit, që përcakton dhe ndan historinë. Dhe ju, të gjithë, jeni nishat e vërtet të këtij kombi, të kësaj shoqërie, të këtij vendi. Rrofshi ju, rroft forumi rinor dhe rinia shqiptare. Fitore, fitore, fitore.